Aksi rrugor që përshkon zonën e Skureve në Milot është përfshirë këtë shtu nga migull adendur, duke krijuar vështirësinë e qarkullimit në automjeteve veçanërisht në zonën e Shkopetit. Drejtuesit e mjeteve janë detyruar të ulin ndjeshëm shpejtësinë e lëvizjes për shkak të shikueshmërisë së kufizuar, ndërkohë në segmentin Skure Borrel vazhdon rënja gurve pothuajse gjatë gjithë gjatësisë së rrugës, duke bërë lëvizjen dhe më të rrezikshme. Se janë të rrezikshëm se të shejkara dhe shija ka zbut, natyrshëm se bin se bin gur për zbutët për shiju ditën me ka i gur bin, po. Është të shko me dorë të topa. Punonjësit e mirëmbajtjes rrugore po punojnë për pastrimin e inerteve, por problemi mbetet i përsëritur pasi mungojnë muret dhe rrjetet mbrojtëse që do garantonin sigurinë e plotë të këtij aksi nacional.